E mbyt burri gruan edhe fëmijët janë për kujdesjet socialit. Ishte kjo një kronik që u transmetu këto ditë edhe në të që një burr shqiptar në Gjermani e ka vrarë gruan e vet. Nuk po na ndodh shumë rrallë me dëgju lajme të tilla, dhe është shumë prekse për secilin prej nesh. Po çka e shtyn një burr me vrarë njeriu me të cilin i ka hap e mbyll syt çdo ditë e çdo natë? Shumë shpesh rrënjët e këtij problemi që e dërgoi një burr në vrasjen e gruas janë që në fëmijëri. Një burr që e vran gruan e vet ka gjasa me pas qenë pjesë e një familjes ku baba e ka abuzuar nanën, edhe kjo nuk është trajtu si problem, po është pasi diçka normale. U rrit me idenë që burri urdhnon edhe gruaja veç nënshtrohet. E krejt këto munden me qenë trauma të papërpunuara, të cilat shndrohen në frikë, edhe mënyra që ai njeri e kontrollon këtë frikë është dhuna. Edhe tash, kur s'ka empati me bashkëndije me tjetrin, kur menaxhimi i emocioneve nuk mësohet, kur agresiviteti shihet si pushtet, rezultati mundet me qenë tragjik, qashtu edhe që jemi tu e pa. Ky është një paralajmërim që çka prindi investon në fëmijëritë e hershme tek fëmia i vet, ka me e përcjell gjatë gjithë jetës. Ashtu siç edhe e kemi një thënie profetike që thotë se fëmiu edukohet 20 vite para lindjes. Ta mësojmë edhe djalin me ndje, s'pari për veten, mandej edhe për tjerët.